Shpirtit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shpirtrave të gjitha ulias, enbias dhe atyre të cilët kanë vdekur me iman të shpirtit Rabbul Alamin. Ashtu sikur edhe ju lajmërova në ligjëratën e kaluar, tham se inshallah sot do të flasim në lidhje me shenjat e mëdha të Kiametit, të cilët janë detyrimisht shenja për besim që transmetohen në hadithe sahih dhe paraqitja e parë e njënës prej tyre është mbylljen e dyerve të teubës, të pendimit, dhe në qoftë se personi faktikisht e përjeton këtë, do të jetë një prej rasteve të rënda të vështira, edhe ato rasti i shenjave të Kiametit dhe krisja e Kiametit. Edhe njerë dëshiroj t'ju bëj me dije të keni kujdes që kur flitet për Kiametin, të dini se bëhet fjalë për transmetimet pejgamberit alsam dhe thënjet të Kur'anit, nuk ka në të transmetime logjike, analiza logjike dhe ngjashme. 6 janë shenjat të cilat i transmetohet nga hadithe sahih të pejgamberit alsam që flasin për to, dhe këto shenja nga një sot inshallah do të tentojmë të i realizojmë dhe të i shpjegojmë të gjitha. Të shohim inshallah në bazë të kohës, për mendoj dhe shpresoj që të mundet sot ta përfundojmë krejt këtë kapitull, edhe pse kemi një material bukur të gjerë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Anna al-muslimu idha intaqala min salatihi lam yas'al Allah al-janna qalat al-janna ya wayha hadha intaqala min salatihi wa lam yas'al Allah an yadkhulahu 'indi." Pejgamberi thot një musliman kur do ta lën, do të përfundoj me namazin e tij, do ta sos namazin, ta kryej namazin, edhe do të niset për të shtëpia. Edhe në fakt nuk i lutet Allahu xhalleshanuhu fare që ta shpëtoj prej xhenemit dhe ta shtin në xhennet. Dhe do të thotë xhenneti, o mirë për këtë njeri, e fali namazin, e kryu ibadetin, edhe nuk ju lut Allahu që të shnite unë. Mirë për këtë. وإذا انتقل المؤمن من صلاته أيضا ولم يستعذ بالله من النار قالت النار. Dhe kur do të përfundoj një njeri prej namazit të tij, edhe nuk i lutet Allahut që ta mbroj prej zjarmit të xhenemit, flet zjarmi i xhenemit, Allahu do i thotë: "Ya wayh hadha, mirë për këtë. Intaqala min salatihi wa lam yasta'idh billahi minni." E përfundoi namazin dhe nuk e luti Allahun që ta mbroj nga unë. Wa min harri, dhe prej nxehtësisë time, wa sa'iri, dhe prej flakës time, dhe selasili, dhe prej zinxhirave të mi. Wa idha intaqala rajulu min salatihi wa lam yas'al Allah an yuzawwaj min hur al-'ain qalat al-hur ya wayha hadha intaqala min salatihi wa lam yas'al Allah an yuzawwajahu minna. Dhe kur do të përfundoj një njeri me namazin e tij dhe nuk i lutet Allahut që të martohet me hurrit të xhennetit, do të flasin hurrit, do të thonë: "O mirë për këtë, nuk diti se çka të lutet." Përfundoi me namazin e tij dhe nuk lut Allahut të martohet me hurrit të xhennetit. Janë 3 pikë të cilat transmetohen në hadith sahih, që kjo ju bën me dije si hyrje në këtë shenja besimtarëve, lutni Allahun për në xhennet dhe lutni Allahun mbrojtje nga zjarri i xhenemit, nga se dhe vetë këta 2 elementet reagojnë për një njeri i cili nuk do ta bëjë këtë. Pra, i ndershëm rinist dhe riniste, tento të lutesh Allahut dhe lip prej atij që ka. Mos tento të lipish askujt, asgjë përveç se atij që ka. Do të thënë, fa idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkosh diçka, kërko prej Allahut dhe mos kërko prej njerëzve tjerë. Transmetohet që Imam Shafiu radhiyallahu anhu ka bë dua dhe ka thënë: Allahumma kayfa ad'uka wa ana 'asin.
o Zot, si të lutem, si të ngri duart, kurse unë jam gabimtar, bëj gjunahe. Dhe qëndron pak, dhe thët, wa kayfa la ad'uka wa anta karim, e si mos të lutem kurse ti je fisnik. Kurse fisnikëria ite, mëshira ite, a është më e madhe se gjunahi im apo jo? Çka mendoni ju? A është Allahu më shumë i mëshirshëm se sa gjunahi yt, apo mendon se gjunahi yt është më i madh se mëshira e Allahut? Nëse mendon se gjunahi yt është më i madh se mëshira e Allahut, ke gabu total. Nga se pejgamberi sa më thot Allahu xhaleshanu e ka ndarë mëshirën e tij në 100 pjesë. Njërën pjesë prej tyre e ka lëshuar në dunja, dhe në këtë pjesë hin gjithçka që është në rregull. Nëna kujdeset për fëmijën, edhe kush s'e merr fëmijën për dorë. Devja kujdeset për fëmijën e vet dhe kush s'e ngacmon me të keqe. Pula kujdeset për zogun e vet dhe kush s'e e kap me të keqe. Kjo është krejt në mëshirën e Allahut. Insekti kujdeset për insektin tjetër dhe kush s'e prek me të keqe. Kjo është krejt në mëshirën e Allahut. Njeriu ushqen njeriu, vesh mbate dhe krejt kjo hin në mëshirën e Allahut. Le ne më të flasim kur duhet të bjerë shi dhe kur duhet të dalë dielli. Në qoftë se i lënë këto në dorë tona, Allahu e din se çka do të ndodhte, por Allahu i ka caktuar krejt në një pjesën e tij të mëshirës tij. Dhe thot 99 të tjerat i ka rezervuar për në botën e Kiametit, kur njerëzit më shumë do të kenë nevojë për të. Para mendoni të ndershëm, në qoftë se ta merr mendja se gjunahi yt është më i madh se mëshira e Allahut. Atëherë, në qoftë se e sheh se mëshira e tij është më e madhe se gjunahi yt, pse mos lutesh për mëshirë? Në qoftë se të bjen dikon me lut për një vend pune, për një vend të mësimi, për një vend shkollimi, pse si bën dua Allahut? Ne e dim, dhe sidomos më të vjetrit ton, se ne kemi një biografi ndoshta pak më të shkurtë në këtë dunja hala. Ato më të vjetrit ton kanë menduar se duaja përmbushet për 15 ditë, sot ju lut Allahut edhe u kry duaja. Mirë, po kur e shohën tash rezultatin mas 50 vjetëve, se si i ka prunu Allahu familjen prej vështirësive që i kanë pas, i ka prunu në të thatë, në ngrohet, në ushqim të këndshëm, në ushqim të rahatshëm, në rahati, në gjumë të mirë, në krejta punë të mira, tash e kujton baba jonë, dhe thëtë subhanallah, ma pas ka pranu Allahu duan kër e kam bon prej mati. Dhe këto duaja pranohen të ndershëm dhe sidomos për njeriu i cili beson se Allahu ndëgjon duan e tij. Për ai i cili mendon se ja be pela ndëgjon ai, hiç ne mos bëj dua. Do të thonë Allahumma kayfa ad'uka wa ana asin, o Zot, si të lutem kur som një gabimtar. Unë e bëj mëkat, unë lëshoj fjalë pa lidhje, unë them punë pa lidhje, kështu më radh, dhe qëndroj pak e tha, wa kayfa la ad'uka wa anta karim, dhe si mos të lutem kurse ti je fisnik, dhe si mos të lutem kurse ti je bujar, se si mos të lutem kurse ti je mëshirues dhe mëshirplot. Pra, kërko gjërat prej Allah. Transmetohet se Imam Maliku radiallahu anhu është pa në ëndër nga nxënësi i tij Lejth ibn Saadi, që i cili po ashtu ka qenë dietari i vyshëm, i madh. Dhe i thët, o mësuesi im, o shejkhi im, çka bëni Allahu me ty? Ata fali, keni kujdes, ëndrat nuk janë hukm në shariat, ëndrat nuk mund t'i përdorim si argumente, por mund t'i përdorim si motivim. Dhe thët, çka bëni Allahu me ty? Tha, ma fali. Alhamdulillah. Ata fali për shkak të diturisë, për hatër të diturisë të madhe që ke Imam Maliku, është një prej themeluesve të shkollës juridike malikie. Pra shkollët juridike që i kemi 4, medhhebet, tash të quajtur Ebu Hanifja, lehtësisht Hanefi, dhe kemi Maliki, Hambeli dhe kemi Shafi'i. Të 4 mezhebet. Njëri prej themeluesve kryesor dietarëve Imam Maliku me vdek thot ma fali. Thët me siguri ta ka falë Allahu se dia jote në krye, subhanallah, s'ka më. Tha jo për hatër të sa. Atëherë me siguri ta ka falë o imam se ti atë dijen tënde e ke shti në punë, ti kur e ki falë një namaz, ne dim si ka falë Imam Maliku një namaz. Ne dim faktikisht si ka nda Imam Maliku në mesin e njerëzve kur ka pas konflikte. Ne dim dhe çfarë aftësie, që vetëm një shembull ta ka zënë. Imam Malikun kanë ardhur njerëzit që ka qenë me banim në Medinë apo kanë ardhur njerëzit prej Marokos, prej Magribit, që është për hap Islami derën. Në kohën e Imam Malikut kanë ardhur njerëzit prej Marokos edhe me deve.
Paramendoj me deve prej Marokos komplet Afrikën veriore deri në Medine. Ka vazhdu me siguri 3 muaj ditë rrugë. Dhe ai ka pas në deve një njeri i ka mbledh krejt shteteve pyetjet e njerëzve, xhamateve në për xhamia, pyetje, plot pyetje me thas, ndoshta edhe ka shku te Imam Maliku që t'ju jape fetva si shkon këtë punë. Ka thonë, çkët pyetje e di, çkët pyetje e di, çkët pyetje se di, këtë e di, çkët se di. Edhe i ndan pyetjet që i din, u jep xhevapin, u jep përgjigjen e këta që ndoshta edhe më shumë si di, thot kthej pra. Tha o imam, tha u kam ardhur prej Maroko, prej Maghribi, 3 muaj ditë me deve, lutem mos më kthej njerëzit presin përgjigjet e tyre. Tha shko, nuk i di këto. Tha imami mat nuk i din, vallahi tha si di. Edhe nuk mund të shpiki edhe të shpifi diçka në fe. Të e pyetjet të cilët ju takon rreth i tuaj atje, unë nuk di si zgjidhem këto pyetje. Imam Shafiu radiallahu anhu kur erdhi prej Medinës për në Egjipt, thuhet për afërsisht se 2/3 e fetvave të tij që i ka dhënë dhe përgjigjeve të tij që i ka dhënë i ndryshoi. Pse se ndryshuan rrethanat në Egjipt, ndryshuan njerëzit në Egjipt, ndryshuan traditat në Egjipt, nga edhe sa është Saudia për Egjiptin janë kufin. Dhe me thënë, kam pas kujdes të njerëzit si janë shpreh dhe si janë përgjigj. Sot me bo me të pyet ti më një herë dish, ke ardhur një 5-6 herë këtu në sy. Allah ki zonë të kalëzësh dërës të shpia, me siguri e dim. Alhamdulillah, si o qashtu, mirë. Qatë që në gjanë të lutëm, jo ma te për pese, qatë që në gjanë. Edhe më së të thosh, mi pyet një mu, pyet që s'ka problem. Bile që ta pyet të cilët mi pyet një mu, në vëllaj, që ta që i përdori ditë për ditë e po, që ta si përdori, thëm ka dalës. Ka libra, alhamdulillah, djetarë, kam plot, alhamdulillah, mund t'i shohem, pse jo. Dhe me thonë, mos ngutni në çështjen e dhënies së përgjigjem. Imam Maliku tha, me siguri jo imam ta ka falë Allahu, se punë tua janë subhanallah, si një imamit. Apo, tha jo, as për këtë jo. Tha, për çka ta ka falu Imam Malik, për çka ta të regoj Allahu do një shkak, do një sebeb. Tha, po, tha, dikun gjatë fjaleve të mija e pas kam përdor shpesh një fjalë që për hatër që asaj fjales ma ka falë. Non stop kur ka thonë diçka, subhanallah, unë s'mundi këto, subhanallah, unë s'mundi këto, subhanallah, unë s'mundi këto. Kret kjo, çka i ka bon, ja ka pranu Allahu xhaleshanuhu faktikisht këtë punë edhe këtë çështje se si Imam Maliku është përpër. Në përhatër të një fjalës, ja ka pranu dhe ka shpëtu për e zjarë me xhenem. Amiri prej Maqedonije pyetën ku mund ta shoh ligjëratën. Për kujdesin shifni si mund të shoh. Shifni të ndershëm, Daudi alayhis salam ishte një prej pejgamberëve që tek xifutët, tek jehudit quhet si mbreti i tyre. Dhe djali i tij, po ashtu te Sulejmani alayhis salam, për të mirat që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, për të mirat që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu Daudit alayhis salam, i tha Daudi alayhis salam, o Allah, më trego një formë si të falenderoj. Thuma një mundësi si të falenderoj, unë jam i gatshëm. Allahu xhaleshanuhu i tha, transmetohet i kishte thënë, o Davud, falenderojmë në çfarë forme që ti të vjen më mirë, ti çka dush. Edhe Daudi alayhis salam u kujtu, ta gjej një fjalë, edhe i çoi durrët dhe tha: Elhamdulillah kema yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. E falenderoj Allahun ashtu sikur meriton shenjtësia e ftyrës ti, shenjtësia e krijuesit tim. E falenderoj Allahun ashtu si meriton, unë jo unë si di, ai si meriton, dhe ashtu si meriton zotrimi i tij dhe ashtu si meriton mbikëqyrja e tij përmbi njerëzit, një fjali po ashtu e komplikuar. Melaçet duhet ta shkruajnë, çdo fjalë që thuash ti e shkruajnë, çdo punë që bësh ti e shkruajnë, edhe nisën ta shkruajnë. E nxjerrin katalogin e fjalëve. E ke thonë e ke bën një punë të mirë, katalogu është 10 ose deri në 700 mbarë. Edhe tentojnë ta matin fjalën e Daudit alayhis salam. Tentojnë ta shtinë në katalogun e thosh një të mirë të bën 10, s'del, është shumë e madhe. Ta bën 700, s'del, është shumë e madhe. I thanë, o Allah, si ta shkruajmë ne këtë? Nuk dim si ta shkruajmë dhe në çfarë forme të him. Atëherë tha Allahu xhaleshanuhu i tha melaqeve, tha melaqe shkruane ashtu sikur e kanë thonë. Dhe lenja
unë do të vendosi ditën e Kiametit. Shkruaj vetëm fjalin sikur e ka thonë. Edhe shkruajtën me laçet këtë fjali dhe thanë Allahu din si do të shpërblej për këtë. Nga se një fjalë. Sulejmani a.s. edhe njerë. Sulejmani a.s. Allahu i dha, ju dini me siguri i keni lexuar për shkak të sinqeritetit të tij që i kishte ndaj Allahut, i theri kuajt e tij. Ju ka radhën herë vesh kjo lloj histori. Sulejmani a.s. i kishte qejf kuajt shumë. E dini çka kuajt? Sulejmani a.s. i kishte qejf kuajt shumë dhe ju bënte hizmet shumë. Edhe me ato ishte si mjet transferues, gjithsesi atyre u hipte kuajve dhe kur shkonte dikun kishte qejf me 70 kuaj të shkuar. Pasaniku i madh, Allahu i kishte dhënë gjysmën e dunjas. Dhe një ditë prej ditëve tu ju bën hizmet atyre, tu i drejtu kuajt. I kaloi njëna kohë namazit. I kaloi një lutje thonë. Dhe mbasi u kthei te shtëpia e pa tha subhanallahu tu koncentru unë në këtë dunjan time mbas kuajve të mi të më hike lutja ime dhe kjo s'bën. I mori i theri krejt ato kuajt dhe mishin e tij u andajti fukarave. A hat mishi i kalit? Sot në Islam mishi i kalit nuk është haram, është mekruh të hahet edhe ata vetëm për një shkak. Pejgamberi sallallahu e ka ndaluar se i vetmja kafsh është që hin me pronarin e saj deri në mes të luftës. Me kafshët tjera, që shkon luftë, hikin. Kali është i vetmi që qëndron me pronarin e saj deri në luftë. Dhe për atë shkak për nder të tij pejgamberi ka bënë mekruh mishin e tij, kurse në kohën e Sulejmanit alayhis salam ka qenë lejuar ngrënia e mishit të kalit. Atëherë i theri krejt dhe u andau fukarave. Me çka të shkoj për një vendin tjetër, s'kishte kur gjë. Allahu xhaleshanuhu për hatër të tij ja boni erën mjet transferues, autobus, aeroplan. U deshti thete erës çon deri atje. Dhe era e çonte. Prej këtu ka dalë, në qoftë se ju intereson të dini, që quhet defligën dhe tepik. Në fakt, Sulejmani a.s. ka pasur transferin erën. Mirë për prej kësaj ka rrjedh faktikisht pamje kështu normale të them, edhe njerëzit kanë qitë këtë lloj idenë e fluturimit. Tu fluturu Sulejmani a.s. për një vend, një bujk prej poshtë që punonte arën, që punonte fushën, edhe ktheu kryet nalt, edhe tha subhanallah ma'at Allah li Sulejman. Allah e qofti i lartë madhëruar. Shifni për çka i ka dhënë Allah Sulejmanit. Ç'kjo zoti im që e shoh tash në fluturim. Gjibrili a.s. i erdhi te kryja dhe tha Sulejman, sa të ka dhënë Allahu? Tha vallahi tha s'ka kufin, s'ka të njefme. Tha ç'ki gjallë, ç'ki njeri që e tha këtë fjalë, Allahu ja shkryti shumë më shumë pasurinë e tij se sa që keti. Tha çka tha? Tha zdrip pyete. Zdripi shpejt poshtë dhe i tha, o njeri, çka thaje? Tha, vallahi s'thash kur gjën kundër teje. Jo e tha një fjalë të madhe. Vallahi tha kur gjën s'kam thënë kundër teje, mëse merr personalisht, vetëm thash, subhanallah, Allah e qoftë i lartë madhëruar, shive çka i ka dhënë Sulejmanit. Tha po ta bëj me dije se Gjibrili a.s. më tha, ti dha Allahu tash për botën tjetër më shumë se sa më ka dhënë mua krejt në këtë dunjë. Një fjalë. Cila është një fjalë e ite në këtë dunja? A keti për do një fjalë që kapësh për herë që të mbash? Jo të shamën, këtë mbaj këtë qytartë. Bëjmë fjalë për do një fjalë tjetër që mund të verifikohesh ti dhe mund të thush me ç'kët fjalë, kush ka në telefon, vëllai nuk di njëri thonte subhanallahu shpesh. A e di filan haxhiu ka qenë. Ai e ka këtë tradit në fjalë. Dhe me thonë është mirë të ndershëm të mbuloni vrimat e fjalorit tuaj me fjalë të mira. Ka ndonjëri prej neve kur fol, thot si për shembull, di fjali i thot 15 herë ka thonë si për shembull. Pse ato janë dashprastina që duhet me imbush me diçka. Ka dikush tjetër i thot në të njëjtën kohë. Prej di fjalive 15 herë ka thonë në të njëjtën kohë. Janë dashprastina që duhet mbushen. Ti pse se përdorish alhamdulillah? A'udhu billahi minash çka desha të. Vallahi subhanallahu s'm kujtohet. Subhanallahu s'm kujtohet. Pse si mbush këto shprastina tua me kështu fjalësh? Është e mundshme një fjalë të jetë e madhe te Allahu edhe pse në syrin tonë është e vogël.
Rukane, radiallahu anhu, që për ta përmendim edhe, ala nuk kemi nisht të çështja e shenjave të mëdha të kiametit. Rukane, radiallahu anhu, ishte shumë i fuqishëm në trup. Edhe u kap të pilivon shpesh. Thuhet se në gadishullin arabik s'kishte njërë që erzonte. Edhe një ditë prej ditëve, më dëgjohet prej beduinëve, pas ka dal një pejgamber atje diku, që s'ishte halal dhe me thonë musliman, pas ka dal një pejgamber dhe kikon ka gjithë shka për këtë atë rëthim. Kretë punë të kthehesh kanë të kipë. Hajë që këtë ashot që këtë njeri. Erdin Medine, edhe i tha mëre kam dëgju, tha për një pejgamberin tu, ja bonit ma. Tha ajo është ta gjithë shka. Tha si gjithë shka. Në qëfar dolemi e tha është i gatshëm. Tha unë e tha jam i fuqishëm, tha, edhe tha jam i gatshëm, tha, ti zdroj që u zdroj juve krejtve, po si do të edhe atë. I që unë fjalë pejgamberit e sëm, ja Rasulallah. Ja Rasulallah. I tha, fol ma mirë, nërda. I tha, ja Rasulallah, ka ardhur Rukane këtu. Tha, kush është Rukane? Tha, është një njeri shumë i fuqishëm, një pilivan i fort. Tha, e çka është problemi? Tha, është i gatshëm, tha, dal pilivan krejtve në Medine. Po edhe ti, tha. Tha, thirrja këndej. Ki kujdes, tha, është shumë i fort. Thirrja këndej, bëjmë fjalë për një fjalë. Dhe i tha, ati e Rukane. Tha, po. Tha, çka kërkon të në Medine? Ka arta pranësh Islamin? Tha, jo, asnjëherë. Tha, kam arta të zihem me ju. Kush është i gatshëm dhe njëri të zihet me mu? Tha, unë jam i gatshëm. Tha, më me kushta, nuk dalë, tha, unë e pilivan, tha. Po me kushta, me bo me tërzu. Me bo me tërzu. Tha, e pranën Islamin ajo. Tha, këtu, tha, në gadishull arabik, në kret arabin s'ka njërë që më zënë. Tha, ti i përgjigjë në kësaj pjeqës. Një fjale gojës, me bo me tërzu, e pranën Islamin ajo. Tha, po. Tha, e kapi pejgamberi alayhis salam për sekonde për tokë. U çuk njëri, tha, s'është e mundshme, për sekonde edhe njerë për tokë. Dhe i tha, kjo s'është normale. Kjo nuk ke fuqi njerëzore. Tha, me laqet, nuk kapi pejgamberi alayhis salam ka pas përparësit e veta. E tha, me laqet në atë shpejtësi e kam plasë për tokë, sa që e ka pa, se ky njeri me cilët kapët nuk është njeri normal. Ky nuk është. Dhe i tha, ashhadu an la ilaha illallah. Qafse tjerë këta të kanë dëgju vetëm derset tua, vetëm fjalë tua, unë e pash fuqinë tënde se nuk ka kretë të me umljetësën më zënë më është. Unë e pash se çka është kjo fuqi absolute që s'vjen për njeriu dhe dëshmoj se je pejgamberi i Allah. A kurse pejgamberi a ishte i fuqishëm edhe i egër dhe agresiv kështu? Allahu i thot në Kur'an, bismillah, "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlak." Në qafë se ti do ishte agresiv, në qafë se ti do ishe i tharat me ato, në qafë se ti do ishe i ashpër në ndaj tyre, ato do t'i këshin hik moti prej ti. Në njerëzve, pejgamberi ka qenë i butë dhe asësi s'ka pas të cilësi dhe me thëmë për t'ju hakmer, për t'ju i vërsul atyre. Pra të ndershëm, shenjët e voglet të cilët ne i lexuam, i pam dhe i kaluam, shpresoj që edhe ju jeni të mendimit sikur une, që shumica e tyre faktikisht vetë se kanë dalë në këtë rruzull toksor dhe vetë se pritet një ditë për ditëve dalja e shenjës së parë. Shenjët e vogla të kiametit do t'i konsideroni sikur në futbol një kartë të verdhë. Dhe karta e verdhë në qoftë se përsëritet për s'diti, të morën vesh. Muslimanët i marrin shenjat e vogla të kiametit sikur karta e verdhë në futboll. U kry kjo dhe mungon vetëm një hap tjetër i gabushëm që të vinë edhe njëherë karta e verdhë ose e kuqe dhe të paraqitet përfundimi i lojës tande. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, njëra prej këtyre dy shenjave, në qoftë se paraqitet tjetra më njëherë. Kalojmë të shenjat e kiametit, shenjat e mëdha të kiametit. Edhe ju.
ose lindja e diellit prej perëndimit, ose dalja e devës e cila do të folë normale. Qoftë njëna apo tjetra, me paraqitjen e njënës, paraqitet tjetra më njëherë dita, ose me paraqitjen e ditës, paraqitet e para më njëherë. Shumica e dietarëve janë të mendimit që shenja e parë e madhe e kiametit është lindja e diellit në perëndim dhe perëndimi i diellit në lindje. Njerëzit do të presin një ditë normale. Të gjithë përgatiten për jetën e tyre normale. Presin lindjen e diellit nga ana e zakonshme që kanë qenë të mësuar gjatë këtij imrit të tyre, dhe e sheh si kjo vonohet dhe nuk paraqitet. Fillojnë të bëjnë njerëzit disa çrregullime mes vetë. Çka u bën? Ja, është një çështje, nuk e di çka. Dhe kur dal nga dal e shohin një qiell të pastër, pa mjegulla. Presin të shiqojnë daljen e rresës së parë nga lindja, për fat e shohin nga perëndimi. Fillojnë dietarët e astronologjisë me të madhet japin komente. Dikush thot për shkaqet astronologjisë të quajtme. Dikush meteorologët japin një mendim tjetër. Dikush tjetër thot kështu. Dikush paraqit të rreshurat kimike që paraqiten kështu na japin në syrin ton që është e kundërta. Dikush e bën kështu, japin sqarime të mëdha. Para mendoje sot sa gazeta do të shkruajnë, sa mediume do të paraqiteshin kështu, të gjithë të dhonë fjalë dhe ideja të ndryshme. Kurse muslimani thot hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo është që ka premtuar Zoti i në Kur'an, wa sadaqa al-mursalun, dhe që e kanë vulosur pejgamberët. Kjo është që na ka premtuar Allahu dhe që i kanë shpjeguar pejgamberët. Ajo kujtoheshin kur shpjegojshin për shenjat e mëdha e pejgamberët, krejt të thonë, ja s'është kjo mundësi, s'është kjo mundësi. Muslimanët thonë subhanallah, shel dera e tawbës. Lindja e diellit nga perëndimi do të kaploj frikë e madhe të njerëzit. Por njerëzit do të fillojnë dikush të tentojë të hik, dikush të fshehet, dikush të përgatisë diçka, dikush të mbyllet në përshpit e veta. Dhe me thonë paramendonja një gjendje jo normale, por jo edhe për muslimanët. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu dhe u përqendruan gjatë imrit të tij, tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, atyre ju zbresin me laqet në për shpirtrat e tyre dhe i qetësojnë. Nuk bëjnë si të hutumë në për qytet, nuk bëjnë si krye këputët, kupton një paramendonja një kurbanit, apo një kafshës që theret kurban, që tentohet t'i këputët krya, në qofë se ju del prej litarëve njerëzit, çka kish me bona për katund? Qashtu thët kanë me bon njerëzit nga frika e kësaj dite. Edhe pse, normal ka dalë dielli atje, vetëm se problemin dhe të shohën ti, 8 miliard vite të dalë dielli ka ndej, dhe tash paraqitet kështu, paramendohet çka është kjo. Kurse muslimanët, të cilët në fetën e tyre, në fejen e tyre kanë qenë të ngulitur stabil, atyre dhe që ju zbresin me laqet mos frikën. As mos dëshpërohen. Ja Rasulullah, e pyesin sahabët pejgamberin alsam tu i shpjegu këta. Dhe thot, a është kjo lindje normale? Tha jo. Dielli do të lind ka perëndimi 40 ditë. Dita e parë do të zgjas 365 ditë normale. Një ditë që do të dalë ditën e parë që do të dalë dielli në perëndim, deri të perëndoj në lindje do të shkoj 365 ditë. Si vjen 365 ditë? 365 ditë sikur i kemi sot. Kurse ajo do të jetë një ditë. Dita e parë. Një vjet, një ditë, një vjet. Sahabët e pyetën një pyetje. Ja Rasulullah, kjo s'është normale, nuk është normale, tamam. Po kemi një pyetje. Çka mendon ti? Çka do ishte pyetja jote këtu? Pyetja jote do ishte a do shpëtojmë ne? Si do flejmë natën? S'ka natë, hiç veç diell. Po çka ishte pyetja e sahabëve? Ja Rasulullah, si do të falen njerëzit? Ne e dim se kur do të lind dielli, është sabahi. Kur do të jetë dielli në mes, është dreka.
Kur të jetë dielli këtu në midis të kështu është aqindia, kur të perëndoj dielli është akshon, si do të falen njerëzit? Çka është shpjeqja jote e parë? Shtrenjesh në spital, edhe pak erdhen vetet, kanë marrë shuash qamet këtë bartën. Ku është doktori? Ç'kjo doktor? O doktor, kam një pyetje, çka të vret në zemër? A do shpëtoj bo doktor? Ata çka të pyetjen unë nëse di. Pyetjen mas shumti që e gjek njeriu është atë që ka në zemër. Çka i doç mas shumti sahabët atë që kishin në zemër? Tha ja Rasulullah, si do të falen këta njerëz? Ti as nuk shkojnë mendja tash të kujtohesh si do të falen këta njerëz. Do ato kanë probleme gjëra se do të falen. Ata pyetjen e parë pyetën si do t'i falin namazet. Ta namazet do t'i falin në kohë sikur janë mësuar t'i falin. Sa ka kon prej sabahut deri në drekë? 6 orë. E kanë falë sabahin, mas 6 orëve ta falin drekën. Sa ka kon prej drekës deri në qindi? 3 orë. Do ta falin në qindi. Sa ka kon prej acis deri në sabah? 9 orë. Do të pushojnë 9 orë. Dhe kështu do ta bëjnë musliman. Si e bëjnë musliman sot në do ta marrësh Antarktik. E ke 6 muaj verë dhe 6 muaj ditë dhe 6 muaj natë. 6 muaj nuk perëndon dielli fare. Si agjerojnë të ka dhe atje musliman. Është paraqit fetfaja dhe është kanë dhënë dietar të fetfa. Thët këto do agjerojnë edhe do të falen me kohën e Mekës. Dhe me thënë çat formë njerëzit do të falen edhe namazet. Dita e dytë është 1 muaj. Dita e tretë është 1 javë. Dita e katërt është 1 ditë. E pesta 1 ditë. Dhe krejt 40 ditë të tjera, gjithsesi 36 ditë të tjera që kanë mbet, janë ka 1 ditë. Normale. Më njëherë pas saj, gjithsesi pas paraqitjes së lindjes së diellit në perëndim, është devja, dalja e devës. Unë shpresoj që pak këto tekste që i kishit këtu i lexuar, po të fjalë për devën e Salihut a.s. që thuajnë dietarë. Apo më mirë me thonë që ka përshkruar pejgamberi dalja e gjessasës, e devës shpione, e devës e cila do të spionojë, që thënë shpionazh. Çfarë spionazhi? Të quhet gjessase për shkak se nuk do të lënë vend katun qytet pa me hin. Edhe disa tjerë thuajnë për shkak se do të mund të fole, sikur që flet një njeri. Thot Allahu xhalla shanuhu akhrajna lahum dabbatun min al-ardi tukallimuhum. Ju nxjerrëm prej tyre deve prej tokës e cila do t'ju flas, do të folë me ta. Do të ketë mundësi të ndryshme kjo deve. Sa do të qëndroj me ne, ja Rasulallah, në tokë 40 ditë. Devja do të vendoj këmën ati ku i sheh syri. Dhe do të vendoj këmën tjetër ati ku i sheh syri në rastin tjetër. Dhe do të ketë mundësi jashtëzakonisht të shpejt të transferit të saj. Dhe thojnë, çka posedon me vete ajo, ja Rasulallah? Çka do të ketë me vete? Çka mban me vete? Tha, kjo deve do të dalë prej Jemenit, dhe prej Mekës, dhe prej Medinës. Nga 3 viset këtu, do të dalë. Do të ketë me vete shkopin e Musës, a.s. dhe do të ketë me vete unazën e Sulejmanit, a.s. Do të ketë me vete shkopin e Musës, a.s. dhe unazën e Sulejmanit, a.s. Ku do të shkojnë në fillim, ja Rasulallah? Në fillim ta do të vinë në Qabe. Pikës pari, kjo deve do të arrijë në Qabe. Do të gjejnë muslimanët duke u falur. Vjedhësin që falet në Qabe, zinaqarin që falet në Qabe, rishvetgjiun që falet në Qabe, labilin në Islam që falet në Qabe, të padrejtin që falet në Saf, dhe kështu me radhë të njerëz do t'i prek me shkopin e Musës, a.s. Do t'ju nxjihet fytyra. Besimtarët e sinqert do t'i prek me unazën e Sulejmanit, a.s. Do t'ju zbardhohet fytyra.
Thot Allahu xhaleshanhu në njërin prej transmetimeve, dhe pse kjo bën fjalë për ditën e Kiametit, por edhe për këtë fjalë thot yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Atë ditë do të ketë fytyra të cilat do të nxihen dhe fytyra të cilat do të zbardhohen. Në surët Ali Imran, këtë ajet në Kur'an. Ditën që do të nxihen fytyrat dhe ditën që do të zbardhohen fytyrat. Atë ditë më nuk do të ketë emër. Nuk do të thuhet o Muhammed, o Ahmed, o Mahmud, o Abdullah. S'ka më emra. E dish pse? Se do të ketë dy grupet njerëzve. Dhe do të thuhet o fytyrë bardh edhe o fytyrë zi. Do të thuhet o besimtar edhe do të thuhet o munafik. O njëri i sinqert edhe do të ketë o renaxhi. S'ka më me emra, se me emra këtu këtë jemi barabartë. Edhe Muhammedi, edhe Ahmedi, edhe Abdullah janë njëjtë, këtë musliman. Ne nuk e dim më çka bojnë ata mrenda. Mund të me konë Muhammedi më i zi se Abdullah, Abdullah më i zi, këtë janë Abdullah, Muhammed, elhamdulillah, këtë me emrat mirë. A ditë s'ka më me emra. A ditë më jenë këtë grup apo jenë këtë grup. Ati që do t'i shkëlqen në fytyra, do t'i thuhet ja mu'min, o besimtar. Ati që do t'i nxihet fytyra, do t'i thuhet ja kafir, edhe u kry kjo muhabet. Disa dietarë thonë se kjo deve është nga devja e Salihut a.s. që Allahu e nxori nga guri. Si, ju tha Salihu a.s. që Allahu është më i fuqishëm o populli im, dhe keni kujdes. Më thanë, nxjerrna një vërtetim, një mucizë, një mrekullim binatyror. Për të gjithë të dhënat, fjalët e Zotit që u jep juve janë mrekullim binatyrore. Jo, thatum diçka fizike, ta prekim, ta shohim. Tha mos më detyroni mu në këtë kontekst, nga se subhanallahu, ti lipni Allahut, ka kalu, e i thanë Musës, erin Allahu e gjahra. Na paraqit Allahun ta shohim kështu, atëherë do të besojmë. Ati tjetërit pejgamberi i thanë kështu aty. U frik Salihu a.s. ta mos lipni me kështu punë fizike për mi pa shihni të mira që Allahu na. Jo, kështu. Salihu a.s. ju lut Allahu i tha bjeri tha këtij gurit, këtij shkëmbit, do të dalë prej saj një deve. Edhe me siguri e lexuat atë më të poshtë, nuk du me hinë në këtë çështje, edhe fillon faktikisht devja dhe historia e saj me kushta mos e vritni këtë deve, nga se kjo deve do t'ju bën juve dëm të madh, gjithsesi do të vijë dënimi i Allahut për me njerë, dhe kështu ishte ndodhi që ata edhe pse e kërkuan këtë deve, edhe në fund e vranë këtë, kështu që Allahu xhaleshanu faktikisht ju çoi një dënim të madh të tillë. Paraqitja e shenjës tjetër me radhë, që është e treta në radhë, është paraqitja e tymit të madh, duhan. Paraqitja e tymit, e mjegullës së madhe, apo mund të thuajmë paraqitja e një zënja e qiellit me tym dhe me probleme të mëdha, e cila është prej shenjave të Kiametit. Ne muslimanët ka pak i ndihmojmë kësaj shenjes. Prej sot bëjmë tim kështu ka pak me cigare, që inshallah shtohet më shumë dhe bëhet më. Ka pak më duket i ndihmojmë kësaj shenjes madhe të Kiametit. Do të kemi kujdes. Atëherë çka? Në surën Ad-Dukhan ka komplet një surë në Islam që flet për këtë dhe thot Allahu xhaleshanuhu bismillahir-rahmanir-rahim yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Në atë ditë kur qielli do të mbushet me tym të qartë që njerëzit do ta shohin. Tym të qartë. Mbikryet e besimtarëve do të jetë si një fladi. Diçka për mbikryje që ju jep freski, flat. Kurse mbikryet e jo besimtarëve do të jetë si një lloj embargo mbikryje, si një lloj nxjerrje të krije, si një lloj probleme të mëdha psiqike që do t'ju falë. Në Mekë kur u hap lajmi i Islamit, vendosën Mekasit që bëjnë probleme të mëdha muslimanëve, embargo të mëdha muslimanëve. Vendosën mos shesin dhe mos blejnë gjë prej muslimanëve. Vendosin të i izolojnë nga gjitha anët muslimanëve. Edhe kështu që çka u bën? Thot na nxjerrën jashtë, me thënë një prej pikave që i nxorën muslimanët jashtë Mekës. Dhe ju e dini se embargon gjithsesi përzorjen e muslimanëve ka qenë tre llojshme.
ka qenë hijretin, a dini me siguri flasim për hijretin. Hijreti i muslimanëve ka qenë i tre llojshëm. Hijreti, embargun të cilin ja bën musliman dhe i nxorën në shkretir. Di, hijretin e muslimanëve që ja bën dhe i nxorën në Abisini, dhe tre, hijretin të cilin e bën për Medinë. Dhe me thënë, hijreti ishe i tre llojshëm. Sidomos ky i dyti, që në Abisini ishte i pari, ky i dyti që i nxorën në shkretir, ka qenë një prej problemeve më të mëdha që muslimanët e kanë pas. Dhe me thënë, dëgjoj çka thot në hadithin që thot Saadi radiallahu anhu transmeton, kunna na'kulu ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khartatul qital. Kemi hëngër me pejgamberin alayhis salam dru prej drunve të Kitadit. Çka është druni i Kitadit? Është një drum që rritet në shkretir dhe ka thera të mëdha. E çaronim, e thanim pak dhe tentonim ta hanim në gojë, ta mbanim në gojë që ta vrasim untësinë që kishin në shkretir. Dhe me thonë ishin të vdek njerëzit në të. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu thët, të ecët natën në përshkretir në vendin ku i nxorën prej Mekës, të ecë natën thët në përshkretir, thët, ecëm dhe më kapi kamba diçka but. Edhe ula ishe shumë terë, nuk e shifshe, e preka ishte diçka e but. E shtina në gojë edhe e hëngra. Sot e kësaj dite thët, vëllaj se di çka kam hëngër. Vetëm e di se isha të vdek nga uria dhe mu deshte diçka të shtinë ba. Këto ishin vitet të cilët ja bon qafirët muslimanëve dhe në atë vit pejgamberi sa më ju lut Allahu dhe tha o Zot, ktheva këtyre vitet e thatësisë sikur që ishin vitet e Jusufit alayhis salam. Lutëm lidhi këto punë pak me mua. Edhe lexo pak në historinë islame. Në kohën e Jusufit alayhis salam, kujtohet kur Jusufi ishte në burg, edhe i pa një ëndër që 7 kafsh të fuqishme i hëngrën 7 kafsh të dopta. Dhe kështu që asë 7 lopë të fuqishme të majme i ngram 7 lopë të dopta, dhe kur e nxjerrën atë që ta komentoj këtë ëndër, tha Jusufi a.s. tha do të vinë 7 vite me bereqet shumë dhe pas tyre 7 vite me thatësi të madhe. Dhe keni kujdes përgatitni për ato vite. Që kalojmë në këtë temë. Muhamedi alayhis salam kur e pa situatën e muslimanëve dhe i tha: "O Allah, ktheva për këtë embargo që na bën neve këtu, ktheva Mekasëve vitet sikur vitet e Jusufit alayhis salam." Tha do të paraqitet një tim i madh. Do të paraqitet një problem i madh në Mekë, saqë do të vijë thatësi e madhe. Mekasit ishin të habitur, nuk dishin më ka që mbajnë, ra niveli standardit ekonomik tepër në Mekë, filloi të bjerë tregtia në Mekë, s'kishin më njerëzit hanë. Dhe pejgamberi ju lut përpara atyre, ata e pan për këtë lutje. Dhe para mendonje Ebu Sufjani, një vit prej viteve, pa më se nuk shkon dhe vdesin Mekasit nga uria, dhe kuptoi se kjo është prej lutjeve të pejgamberit dhe shkoi në Medinë dhe ju lut i shkoi te pejgamberi alayhis salam jo në Medinë dhe ju lut pejgamberit alayhis salam që t'ia i kalon këto vitet të thatësisë dhe i tham o Muhammed, lut ju Zotit tënd të na i heq këtë thatësi që e kemi. Ai nuk e pranoi. I shkoi te Ebu Bekri, tha o Ebu Bekër, tha ti je prej kurejshëve, parëve, prej fisëve tonë, prej njerëve që kanë autoritet në fisin tonë, edhe pse ke pranu islamin, ke autoritet, të lutemi në emën të gjishërave tonë, të prindërve tonë dhe në emën të kurejshitëve, që ti lutesh pejgamberit na hek Allahu këtë lloj thatësie. Pejgamberi Ebu Bekri tha, unë nuk mund të bëj ndërmjetësim te pejgamberi për ty. Shkoi te Omeri, ai as që e pranoi fare. Shkoi te Aliu, as që e pranoi fare. Njëri i tha, po ti tha, pse shkon kandej andej? Tha, ti ke njerë më të afërm te pejgamberi se sa shkon te këta. Tha, kush? Tha, vajza jote, Umme Habibe, është gruaja e pejgamberit alayhis salam, shko te vajza jote. Ebu Sufjani shpejt u drejtu te shtëpia e vajzës tij, gjithsesi te shtëpia e pejgamberit alayhis salam, që nuk ishte te dhoma e Aishës, por një dhomë tjetër, dhe shkoi atij për të ul, edhe derisa hini e pa Umme Habibe, gruaja e pejgamberit alayhis salam, se baba i saj ka ardhur, edhe e qeli derën, edhe tha urdhna çka dush. Ati vite me radhë s'ke ardhur të më shohësh. Sot çka dush, çka kërkon këto? Tha, prit ulem një herë. Kishte një vend te kryja e dhomës
të themun në një vend kështu me një mbulesë që ishte vendi i pejgamberit e Islam. Edhe ai shkoi atij se krejt s'kishte vend për të ul, ishte tokë. Vetëm në vend të themun një vend i caktuar kështu ku ul ishte një batanie apo një tesh ku ul ishte pejgamberi e Islam dhe shkoi që të ulet direkt atij. Ai tu bot ulet kjo e hoçat batania në teshën. Edhe ai ul për tokë. Tha vajza ime, kështu të kam mësu une, kështu të kam eduku kur të vjen një misafir, që të kështu t'ja hekesh vendin e ulsës? A i tha, ti e i papastër, ti e mushrik, kurse këtu ullet pejgamberi e Islam. Tha, po t'unë jam baba jute. Tha, do të kemi kujdes me babën. Baba ishte ai i cilin në tha në nxjerri në shkretir. Udhëheci i Mekës. Ti ishte ai i cili çove tjerët për në Abisini. Ti ishte kështu. Tash po vjen po më kallzon se je baba im? Unë halat maj në zemrën time si baba im, po kur do të vije me pejgamberin e Islam hiç si e kërkon këtë. Çka u bë? Këto lloj thatësie ju asolli edhe disa rre, mjegulla dhe tim që u paraqit në Mekë që njerëzit pra atëherë dishoshin ndoshta që kjo ka qenë për shenjave të kiametit, që ne apo dietarët nuk janë të mendimit se kjo ka qenë, nga se kur do të vijë kjo edhe përfundon çdo çështje më tjetër. Shenja tjetër e kiametit që është po ashtu me rëndësi dhe kemi shumë material për të, është paraqitja e Dejjalit. El Mesihu Dejjal. Pejgamberi sa i ka këshilluar me të madhe sahabët e tij për Dejjal. I ka thonë keni kujdes shumë nga Dejjali. Një ditë për ditëve në hutbe, duke lajmëruar për Dejjalin, dhe pejgamberi në secilën hutbe i është lutë Allahut ta mbrojë nga fitnja e Dejjalit, që i kisha lutur çdo musliman, po dhe vetveten time, në cilën ditë të xhuma, që lutesh Allahut për mbrojtje nga fitneja e Dejjalit, nga shpekullimet e Dejjalit, nga se në det do të bien edhe shumë njerëz të mirë se së një qindrojnë me asaj fitne. Dhe kjo do të ishte një prej duave që do të bëjnë muslimanët të o Zot, vallai së një qindrojnë më kështu. Edhe vin shenja tjetër me radhë. Po para se të kalojmë atje. Pejgamberi sa duke ju fol njerëzve për Dejjalin, duke ju shpjeguar për Dejjalin, ishte ngrit damari dhe ishte stërkuq ftyra në ngritjen e zanit për Dejjalin, edhe të gjithë të koncentruar. Hazreti Omeri, shumë i përgatitur edhe fizikisht edhe kështu edhe është i gatshëm, hyn njëri prej mrapa në xhami. Hija në xhami ja boni një hije të madhe dhe u kthyi të mendu se hyni Dejjalli. Edhe kur u kthyi kështu, pejgamberi sa me hetoi nalt prej hutbes dhe tha: "Ya ibn al-Khattab, o biri Hattabit, la takhaf, mos u frigon. Fa in dhahara wa ana bainakum fa ana hajiju." Në qoftë se paraqitet Dejjalli tu kanë unë gjallë, unë jam kundërshtari ti, jo ti. Mos u mërzit ti. Wa in dhahara min ba'di fa amra hajij nafsi. Në qoftë se paraqitet mas mu secili prej ju ka një keni me kom përgjegjës për vetën. Wallahu khalifatun ala kulli mu'min, kurse më i fuqishëm mbrojtës më i mirë për secilin musliman ka me kon Allahu, për ai i cili është besimtar i sinqert. Ai ka me pas Allahun mbrojtës. Çka është Dejjalli ja Rasulullah? Është njeri, është gjinnë, është shejtan, apo çka është? Ta është një krijesë e Allahut që zoton thirret të jetë një njeri me një si, thushin të ne, kështë më radhë, të të njërin si të majtin e ka pak më të madh, më të qitur jashtë se djathtin, dhe është fitne më e madhe e njerëzve, dhe ka pamje të me flok kaçurel, syri i tij i majt është shumë i dalët jashtë, është i zi, si në të kuq, i gjatë, zërin e ka të rëndë, sikur një person që kur koll dhe fol të njëjtën kohë. Keni kujdes për shkrimi i pejgamberit. Është një njeri i cili ka flok të zeza të thukta të zeza dhe kaçurele, syri i tij i majt është më shumë i dalët jashtë nga i djathti, është i zi si në të kuq, në trup, në lëkur, është i gjatë dhe zërin e ka të rëndë, sikur një person që koll dhe fol në të njëjtën kohë.
I thanë pejgamberit alayhis salatu wasallam, ja Rasulullah, po çka do të jetë fitne si të frigohemi prej këtij? Tha në hutbe, në të njëjtën hutbe. Lejse Dejjal yukhawwafani alaykum. Unë nuk frigohem se juve Dejjalli do t'ju mashtroj. Do t'ju kthej prej rrugës të drejtë. Qale akhafu an tuftah alaykum ad-dunya. Unë frigohem se juve do t'ju çelet dunjaja, do t'ju çelet pasuria e madhe. Fejensa ba'dukum ba'da, edhe keni mo me haru njëri tjetrin. Keni mo me haru njëri tjetrin në ndihma, keni mo me haru njëri tjetrin në duaja. Fejensakum Rabbu Sema'i inda dhalik, dhe në çato momente kur ju keni me haru njëri tjetrin, ka me ju haru Allah. S'ka me ju pranu me dua. Keni haru njëri tjetrin, edhe ju harron juve. Çka do të ndodhë atër? Zeqati më nuk do t'jepet. Njerëzit më nuk do të kujdesen për njëri tjetrin. Dhe pasaniku do ta quaj pasurinë e vete personale dhe nuk sheh më hak në pasurinë e vete për të varfër. Nuk sheh më risk në pasurinë e vete për të varfër. Riskun Allahu e çon në vendet interesante. Çka do të thonë të ndershëm? Mos kujto ti si pasanik se fukaraja të lyp ti prej pasurisë tënde. Ai ka borç në të, gjithsesi ti ke borç prej kësaj pasurisë 2.5% t'japish atij. Risku në ati, vetë se Allahu e ka falë në kontën tënde. Kjo është e mundshme. Kjo është parja jeme. Ki kujdes, riskun tënd ku e keti? Allahu ta ka falë riskun tënd në dorën e këtij zvicran. Jo vallahi ne punoj me durët e mia, shef mos ma ka falë në dorën e atij. Po pse nuk shkon te shtëpia jote të punosh me durët tua? As ka punë me qëllërinë. Jo vallahi punë ka plot për parë s'ka. Ti për me punuon, që njerëzit me punu këtë fushën Allahit të gjë punohet, s'ka problem. 100 vjet kje kohë të punush. Ja, mon unë e rogë, da me thanë riskun ta pas ka falë këtu, s'kan ka punat të puna, për riskun ta ka falë në dorët ati, edhe fukara se ka falë riskun në kontën tënde, 2.5%. Ko praci, thëtë Hazreti Omeri jep 2.5%. Sa jepet 2.5% në pasurin cilën e fiton ti, 100% me gjersën tënde. Në prodhimet bujqësore, në pemë, në perime, në gjërat të cilat i prodhon toka, është prej 5 deri në 10% zeqati. Pse? Valla ti lodhësh ati, ama ti e di çka të takon, ti veç takon me mbjell, me punu, me ujt pakun, inshallah del. Unë s'kom patën një bujk që ka marrë donën e kreh, ka një e rritën kollumoqin kështu me dona, ka një. Po edhe me bo mes me dalë, çka ka me bo ajt bujku? Kur gjon s'ka me bo. Dhe me thanë, puna është vetëm mbjell, e ujt pak, edhe bon dua, o Zotë, unë qatë punën ti me e kryta, kurse tash mos di çka me të bon që tërsi. Kret puna, bereqeti kret vjen për Allah, për atë shkak është deri në 10%. E çka bëhet puna në xehet? Çka bëhet puna? Del nafta për ndërkohë. Kur gjon s'bon aty? Unë jo e njoh, po kam domethënë jam në rrjedha me njërin prej atyre të cilët mashallah i ka dhënë Allahu shumë. Ai ka tentuar të çele me bager kështu ta bëjë një lloj kështu shtëpie ku i mban hajvant një ahër. Ka mbajt devet edhe kështu më radh. Tha pas ka një bageri shumë edhe ka dalë naftë. O mbushë vendi këtë me naftë. Çka bëu kështu? Tu i thirr disa ekspert, disa ekspert. Tash momentale ai personi e ka orën 1.2 milion, një orë. Ka dikun të 300.000 punëtor të punësuar. 300.000 në botë kret. Kupton? Kurse ky person çka ka bën vallahi unë vetëm një gabim me bona që ina pak si feja vetë. E sa është puna e ati, te ai nuk është më 3%, 2%, 5%, pa të ato janë 20 deri në 25%, nësa ai nuk po kur gjohë, ti veç del prej. Ose ka gjithë dikush prej neve alton, ku e di ku e. Është 20 deri 25% prej saj. Do me thonë, në këto raste, çka i thanë, nuk frigëm thonë Dejjalli për ju, po i frigëm se do t'ju hapët dunjaja edhe më këto haroni njëri tjetrin. Dietarët islam paramendojnë se vetëm Arabia Saudite me bo me e dhonë zeqatin e naftës. Se në krejt Egjiptin, prej 80 milionëve për afërsisht të gjenë 20 milionë, prej 80 milionëve për afërsisht 60 milionë janë fukara. Në krejt Egjiptin s'do të kishte asnjë fukara.
me dhënë zeqatin vetëm Arabia Saudite. Me dhënë zeqatin shtetet e Golfit, thët në krejt botën islame, prej kunis kjo, prej në Bosën, edhe deri në Indonezi, në Malezi, ku përfundon atje, nuk do të kishte asnjë fukara. Thët po me dhënë krejt shtetet muslimane, që hinë mesin e taj dhe Brunei, që hinë mesin e taj dhe kështu me radhë, thët në krejt botën nuk ka fukara. Po mos ndarja e kësaj vjen të njëra pjesë e tepron në ushqim, tjetri pjesë vdes për ushqim. Gjithsesi vdes nga urrëja. Kthehemi te Dejjalli prapë. Jo s'kthehemi te, po te tema po fjalë. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, zeqati është marrë. Nëse ka pas dikush që s'ka dashur me dhënë zeqatin. Khudh min amwalihim sadaqa tutahhirhum wa tuzakkihim, ka thënë Allah në Kur'an, shko merrva atyre prej pasurive të tyre. Sa e ki pas simjet bruto einkommen, e kam pas kaq. Sa e ki pas neto, e kam pas kaq. Sa e ki pas harxhimet ç'çka. Sa ka mbet kjo ç'çka. Për kësaj 2.5% nxjerrë ose vjen pejgamberi me sahabët e tij. Vjen Hazreti Omeri me shpatën. Jo vallahi okay, nxjerrim. Kjo është obligim. Këtë e kanë pejgamberit alsa me kanë thënë, dhe ai u ka shpërndarë në Medinë në bazë fukarave që i kanë njohur. Kurse sadakan, tha ka pas një litar të xhamia e pejgamberit brenda në xhami dhe ka pas një lloj, të themun një lloj thesi kështu. Dhe secili që desh me dhon sadaka, që desh me dhon hurma sadaka, që desh me dhon parë sadaka, që desh me dhon për prodhime bujqësore sadaka, kanë shkuar kanë shtinj aty. Kush ka pas nevojë, ka shku te xhamia dhe ka pa a kam nevojë. E ka qitë aty, sa ka prej asaj, ka 5 kilo hurma, sa kam nevojë unë për 1 kilo. I ka marrë 1 kilo qerët i ka la. Para mendoj ta vim sot një litar në xhami kështu më dish me një fesë. Mas shumë të ata pasanikët vjen kontrollojnë për herë. Jo të fukarat që vënë silon rentë aty. Dhe me thonë, çka vjen puna këtu, se do të paraqitet dunjaja, do t'ju hapet muslimanëve dunjaja saqë do të harrojnë njëri tjetrin. Do t'ju hapet atyre bunarët me burimet e mëdhaja me xehe dhe me naftë. Po shka thujte ne jemi të marrë në xhami, be kemi nevojë baba, leni ma atë xhamia. Kupton? Folshin hoxhallarët, mundet me kon ki Dejjalli me nisi, mundet me kon televizion. Pse? Tha se do t'hinë secilën shtëpi. Dejjalli do t'hinë secilën shtëpi, në secilën katun. Përveç 3 qyteteve jo. Mekke, Medine edhe Quds në Jerusalem. Këta 3 qytetet në hyrje të tyre kanë derën e qytetit në qiell, në cilën e mbrojnë me laçet. Në qoftë se dikush për juve ka qenë në haç, inshallah nuk ka pas të probleme. Këtu në Zvicër ka pas për shembull ose në vendlindje ka pas probleme me xhint. Në hyrje në Mekke s'ka më të problem. Është i liruar për xhint. Nuk ka problem, për atë çka kanë thonë, nëse keni pyet dikon, po vallahi be sa rahat kum kanë. Kum pas do probleme këto, kum pas sa rahat kum kanë në Mekë, unë se di çka u bën. Në qoftë se këto smundje ka pas smundje biologjike në trup, këto ai ka pas edhe atje. Në qoftë se smundjet biologjike që kanë qenë, ka pas gjithmonë dhimbje të kryes. Non stop, sa e marr mend ki njëri që 20 vjet, që 30 vjet i dhem krye. Në Mekë nuk ka pas krye, le ti bere vetes mas se ka xhin në trup. E pse në Mekë nuk ka pas kështu se nuk kanë drejt të hinë të xhin brenda në Mekë, prej me laçe. Edhe Dejjalli thotë unë nuk kam shans për me hinë. Dëgjoni një hadith pastaj që transmeton një prej sahabëve të pejgamberit e sam, Temim ed-Dari. Dhe çka thot? Ky lloj Dejjalli kanë thonë xhallarët më përpara është televizioni. Se do të hinë secilën shtëpi dhe do të mbushet në krejt dunjë, do të paraqesë fitnë të mëdha, do të paraqesë probleme të mëdha, dhe do të ndaj mes burrit edhe gruas, do të bëj shkatrime të mëdha, a mundet me kon ta është mundet me kon televizioni. Bas hadithit pejgamberit ky duhet me kon njëri. Edhe pse nuk përjashtohet se fitnja e televizionit është. 2. Po xhallarët më të rritë të sotit paramendojnë se është paraqitja e internetit.
një prej shkaqeve të Dejxhalit. Edhe kjo nuk mban në bazë të hadithit pejgamberit, i cili përsëri thotë është një krijesë prej krijesave të Allahut. Në ballin e tij do të ketë një kaf, një k, një elif, një a, një f, një f, një i, edhe një r. Besimtarët e sinqert do të mund ta lexojnë në ballin e tij kafir që i shkruan. Jo besimtarët e mirë, munafikët dhe çifutët do të shohin zbukurim interesant çka shkruan kanë ballin e tij. Sa do të qëndroj këtu? 40 ditë. Çfarë lëvizje do të ketë ja Rasulullah sikur era në shpejtësi? Ku do të shkoj? Në çdo vend në dunja, përveç Mekës, Medinës dhe Kudsit. Qala sallallahu alaihi wasallam inna ala abwab Medinat malaikatun yuhaffizunaha min shaytan al-ins wal-jinn. Në hyrje të Medinës ka dyert të cilët e mbrojnë Medinën prej shejtanëve të njerëzve që janë edhe xhinëve. Munafikët e Medinës do ta shohin se në pritje është të hyjë Dejxhalli, që nuk do ta titullojnë kështu. Në hyrjet Medinës është në pritje, edhe do të tentojnë me mish me shpirt, me kom ngulje që ta shtinë Medinën. Por do të ngriten krejt besimtarët e vërtet, nuk do ta pranojnë këtë njeri të mos me ditë shumë, tamam se është Dejxhalli. Nuk do ta pranojnë këtë fitnë gjithë hinë në Medinë, dhe munafikët e Medinës krejt do të dalin dhe do ta ndjekin ata. Ja Rasulallah, kush do ta ndjekë më shumë ti Dejxhallin? Kush do t'i shkojë më shumë ti për mbrapa? Tha, 1 jehudët, 2 munafikët, edhe 3 gratë. Edhe 3 gratë. Po prej ku do të dalë? Tha, do të dalë dikun prej midis Irakut edhe Shamit. Dikun Siri, Liban dhe ngjashme. Çudi. Allahu do t'i jap çudira që nuk mund t'i bëj kush në dunja. Do t'i jap mundësi që ki t'i bëj që askush tjetër s'ni bëj. A mund të thojmë muxhize? Ja, muxhize kanë vetëm pejgamberët. Do të ketë një fuqi të bëj sikur një sihir e zot. Do të bëj diçka që njerëzit do të çuditen. Edhe do të fillojnë t'i bashkangjiten. Pra çka quhet o Zot na ruaj prej fitnës së Dejxhallit. Prej problemeve që të vabojnë njerëzve që do të shkojnë, edhe njerëzit e mirë do të fillojnë të thonë, hey, subhanallahu, si është e mundshme. Apo, çka do të bëj? Do të bëj gjëra interesante. Krejt tjerët do t'i besojnë, do t'a ngritin, do t'i folin për ata, muslimanët ja. Muslimanët e sinqert do të thonë kjo s'është e mundshme. Sikur për shembull, merre një rast të ta shpjegoj ti cirkuzi. E ke një cirkuz? Hipi në një racionalt, edhe janë zore një mindil bart, një mindil vert, një mindil kuq, ku e dim çka. Okej, s'ka shumë interesant. E shtini më një kutinja, aty si t'ja ngulin një shpatë, kështu një ngulin një shpatë, kështu një ngulin. Kajt njerëzit të thonë, subhan, shkoj ki. Kur e qiti prap, a i kanë. Mëre, për fate kishim atë gjallët mingjës, kër erë të katon dhe johan e ra cirkuzi, thamë, ja, të shpoj bërë. Jo, ta nuk hishin atë shpatët më renda, kur gjonë, këdi unë, shkëdi qka u ka po. Mëre, ne kejtë e pamë se ta ngulli shpatën, kështë. Mëre, hytë së më ka prek, kur gjonë ma atë shpatën. Tha, që kështu të tjetë rasti i Dejxhallit me njerëzit me si të njerëzit. Që kështu të tjetë rasti i Dejxhallit. Sikur për shembull, unë ta kallëzoj edhe një shembull tjetër. Për shkak të kohës, unë e kam marrë me vete disa elemente, por për shkak të kohës sa ne bëj. Ka raste të fallxhiu. Shkojnë njerëzit të fallxhiu. Kupton? Edhe ai merr pak ujë aty, edhe ti ke një problem, ta kam vetë traktor. Shkon haxhia, ma kam vetë traktorin, ta mund të më kallëzosh kush ma ka vetë. Tha, a je i sigurt se ta kam vetë? Po, be valla, mu traktorin me kam vetë saj komplet. Tha, shef, tha, dil në dhomën tjetër, edhe tha, shkruj më një fletë në viti, emnat në këtë dishësh. Emnat në këtë dishësh.
I shkrujtja im një flet, një emën, shkrujti një flet, një emën, një flet, një emën, plot. Mos mi kalzo, tha mu, s'du t'i shoh. Në qefi, shkoj në qefi. Tha, në bisedë që një 15 minuta, ke kuptojnë ka flet, ka dishona. E morë një uj, që është, duket uj kjo. Kjo është plot shërbet i randë, me sheqer. Edhe, i tha, mere këto fletët, shkon dhomën tjetër edhe kalli. Diqë. E në ma pjerë mu atë pluhurin e saj, atë ashën. Ki këtu, me gisht e shkrujti në krah, në ka dishe, vlavi. Në gjinte edhe shkrujti vla. Normal kjo është uj, sheqer, në gjetë, mërë po s'duket, e lëshoj krahën. Tha mje pësa që të letra që i ki gjek, ja da ndorë. I boni pak për zift. Edhe e boni në krahë fërkoj. Fërkoj në fillim, u bo krejtë zi krahë. Apo? Tu e fërku mas shumë ti, ajo pjesa tjetër ra, vetëm ati ku kishe sheqeru në gjitë. Edhe, kur i tull, vllaj. E kum dit, vllaj. E kum dit, sa je bonë. Ja dha para ti 100 marka, 200 marka, kap pishtollin të vllaj. Pa me vrap vllajnë vend. Pse? Se shkoj e pyeti këtë cirkuzin, fallxhorin, këtë punë, edhe e zgjidhi problemin. Këtë lloj sqarimi se si bëhet kjo, e ka spjegu një ditë prej ditëve Al Jazeera, prej njonit prej atyre që ka bën kështu edhe ka bën tauba. Ka bën tauba edhe kërkon të falje publike të njerëzve se çka ju ka bën. Edhe ky njeri kallzonte se si bëhet kjo për çështjeve të pabesueshme, si mund dale emri. Edhe ai kallzoi se shumë thjesht. Unë sot e përgatita për këto, por për shkak të kohës, do ta shifsh ti si do të dilte pas një problem hiç. Edhe tash ku del kjo punë krejt, vllavi, do të marrësh të shkosh të vrasësh vllavin për shkak se muslimani i sinqert, ka thënë pejgamberi sa kush shkon për juve te fallxhori dhe e pyet për një punë, a mos i beson atë, veç loj. 40 ditë si ka besu Allahit dhe pejgamberit. A kush i beson atij, thot ma Allahit hiç si ka besu dhe pejgamberit. Pse? Sa ta bëjnë kështu të shregullimesh në tokë, sa që subhanallah njerin e lemendja se çka bëjnë të njerëz. E tash, një për këtyre fuqive hala dhe më të fuqishme do t'i ketë edhe Dejjalli. Që besimtari i sinqert do t'jetë i pushueshëm, i qetën dhe thot lëneve këtë mape. Kurse ata të cilët pak shnu edish, janë kanë pak zërzek thonë, haxhi zërzek. Sa u bën hipotere det kren kush kjo? Nuk është hiç i qetë. Sa a gjun në kuzhinë, theu nusja ku edhin një bardak. Ha, çka u bën? Kush e thehet bardakun? Rribet e çilla punën tënde çete. Ja. E që ato musliman zërzek kështu, a e pa çka bëni? Nuk mundet kjo normal, nuk mund të ketë. U dhe marr i hëngër dreçi. I hëngër dreçi. Shkun mas Dejjallit. Ata tjerët do të jenë pak më të ngadalshëm, më të kujdesshëm. Jo vetëm çka që do t'ju bëjnë njerëzve një cirkus lëk. Thët, para se të vijë Dejjalli, toka 5 vite me radhë ka konë tha. Edhe Dejjalli do t'i thotë të qiellit, lësha ujë. Do të filloj të bjershi. Tokës do të thotë, jep bereqet. Do të dalë bereqet. Që ato njerëzit hala do të vërtetohen, a e shehni. Në fillim thët ki Dejjalli, do të thëtë se jam njeri i mirë, jam besimtar i mirë. Jam evlia hesapi. Pastaj do të paraqitet si pejgamber, edhe pastaj do të thëtë jo këtë. Unë jam Zoti. Vetë Allahu jam unë. A duni t'i tham qiellit bjerëshi, lëshoshi, do të bjerëshi. Tokës lësho bereqet, do të bëj bereqet. Edhe krejt njerëzit t'ju li me të madhe t'ju i shku për mrapa, e muslimant, sa kanë bet një pakic, o Zot na ruaj prej fitnës së Dejjallit. Për atë çka thuhet hala, në çdo lutje muslimant i lutën prej fitnës së Dejjallit. Kush do të jenë më shumë ti që do ta ndjekin tha, jehudët, munafikët edhe gratë. Pse
I thanë ja Rasulullah gratë, çka problemi? Tha se tentojnë çdo mod që del sa më shpejt ta ndjekin. Dhe ai do të luajë dhe do t'i manipulojë me këtë punë. Për shembull, në 1998 moda kryesore kanë qenë që fustani të jetë i shkurt. Krejt nahia me fustan të shkurt në përdarsëm. Në 1999 fustani është dashur të jetë i gjatë, krehet gjatë. Krejt nahia me fustanat gjatë. Në 2000 krejt fustani është dashur ka dalë gjira e kuqe qish në atje në Hollywood, krejt gratë muslimane, mas shumë ti në gjirë të kuqe. Një vjetë mrapa në gjirë të verdh. Krejt, vërë që jo këto këtë verdh veshët? Po ja gje vjen punë. Prej larkë, ato i caktojnë se qëfar, mas shumë ti thëtë, do të ndjekin thëtë këtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam dëgjosh këtë hadith që është interesant shumë. E thëtë, kur u kthi pejgamberi alayhi salam nga Isra dhe Miraxhi tha, o ju gra, jepni sa më shumë sadaka. Jepni sa më shumë sadaka. I thanë, pse ja Rasulullah? Nga sadakaja ju mbron juve prej zjarmit të xhenemit. Pse ja Rasulullah? Ju kam pa mas shumë ti në xhenem juve grave. Pse ja Rasulullah? Çka kemi bën? Nga se ju mas shumë ti nemni me gojë dhe mas shumë ti nemni dhe mbani fjalë. Tash më son shëshnë, tash më burra të shëshnë. Mirë po, mas shumë ti që thët pejgamberi sa thët keni kujdes se mas shumë ti nemni. Edhe mbajnë fjalë. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-mu'minu ila baytihi, do të kthehet muslimani prej xhamisë te shtëpia e vet, wa yarbitu ummu, i lidh mrenda i mshel në shtëpi nanën e vet, gruan e vet, vajzën e vet, motrën e vet, tezën e vet, hallën e vet, i mbyll. Pse? Mekhafatun an yakhrujna fayattabi'una ad-dajjal. Që frigohen se me me dall do t'i lidhen dajjallit mrapa, do t'i hecin dajjallit mrapa. Dhe tenton t'i mbajnë brenda në shtëpi. Çka është fitnë e ati? Së pari do të thotë unë jam besimtar i mirë, pastaj thotë unë jam pejgamber, e pastaj thotë unë jam Zoti i vet. Ju thot kafshëve, jepni qumësht që të hanë dhe të pinë këto njerëz. Do të japin kafshët qumësht pa hesab, pa hudut. Do të thotë, a jam unë Allahu? Ajo. Apo shifni çka bëj? Ata labilet do t'i thojnë, po ti e Allah veç na jep me hëngër. Ti e Allah veç na jep me pi. Sahabët e pyesin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, po me hëngër me pi muslimanët nuk do marrin ti aty. Tha jo. Tha po çka do ha? Ku do marrin? Tham se thatësi e madhe. A prej ushqimit të ti nuk do marrin me hëngër dhe me pi? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta'amul mu'mini yawma idhin ka ta'amul malaika. Ushqimi i besimtarëve atë ditë do të jetë si ushqimi i melaqeve. Çfarë ushqimi i melaqeve? Tha wa ta'amul malaikatu at-tasbihu wat-tahlilu wat-taqdisu wat-takbir. Kurse ushqimi i melaqeve është kur do t'i bëjnë Allahut subhanallah, frihen. Elhamdulillah, pin. E humbin etjen. Kur do të thuajnë Allahu Akbar, do të ndjehen të frin. U kry. Ja dhe hoq leni që ta punë se që kësë bënë. Dhe të thëtë elhamdulillah dhe u frin, haj thuj ti. Që së bënë? Pa me hongër një pullë të pjekët, një ditre pullët gjë. Në gjam pak me më. A ke pjetë dë njerë, ke kontaktu dë njerë me ata që shkojnë në hongë. Apo me ata që ri nuk e di unë e ka sa mungja që nalë. A hanë dënera të gjënaltë. E në jëshën pullat pjek me pikton kështë me satelit tërman. Qka hanë ato? A këni kujtu dë njerë të pyet një kështë se shkanë? Tu interesoni se bash qka hanë, qka pinë atë njerës atje. Po problemi nuk është se shkëm se qka hanë, ato marën me vete shka me hëngër. Basi e hanë, ku kanë me dalë jashtë? Mrenda ati që rinë në dhomën që rinë 6 muaj ditë? Ja. Ato marrin prej poshtë disa medikamente, që i kanë vitaminet që i kërkon trupi, dhe ushqimet që i kërkon trupi, dhe krejt që e hanë ata nuk nxjerrin kur gjan jashtë. Krejt komplet është për ta një medikament të caktuar, i mbushën për një kohë të caktuar vitaminet që i kërkon trupi. Edhe nuk nxjerrin kur gjan jashtë. Po, kur mundet njeriu për njeriu ta krijojë një kështu, çka s'mund çka Allah i të thonë. As mundet Allah ta bëjë me një tasbiha dhe me një tahlila dhe me një taqdisa. Wallahi mundet.
njeri për njerin shive çka është të zbulu. E kjo çka mbet për Allahun, mos u mërzitni hiç, vetëm kryesisht duhet njeriu me kanë i ngulitër në fenë Allah, ti s'ke me hongër grosh aty, s'ka nevojë për grosh, po vetëm tasbih edhe tahlil do të mjaftojë. Dhe t'ju thët, unë du vetëm ta përfundoj këtë temë edhe të dëgjallit edhe besa duket është kalu koha. Do t'ju thët, ana Allah Rabbul Alamin, unë jam Allahu Zoti i botrave. Do ta marrin dëgjallin, do t'i besojnë, do ta ndjekin mrapa përveç besimtarëve. Një djalë i ri do të dalë dhe wallahi ente kafir wa ente dëgjall. Wallahi ti je kafir dhe ti je dëgjall. Po ti ashtu po, ecë. I thot njerëzve shifni çka i bëj këtij. Do ta marr një shpatë edhe do t'i bjerë kështu edhe do ta çajë për xhims këtë djalë. E thot ta shifni. Urdhron ngjitu prap, ngjitet prap. Do ta e pat kush është ai që i vdes dhe i ringjall njerëz. Që unë jam. Këtë njerëzit thënë, a mund me kanë bëki Allah, subhanallah, ne dim se Allah në dunja s'mund me u pa dhe s'ka me u pa kuri. Wa yaqulu shab, që djali i ri do të piskas njerëzve dhe thot, wallahi ma azdadtu bika illa kufra wa tughyana, wallahi vetëm jetu më ashtu mos pranimin tim ndaj teje, vetëm qufrin tim ndaj teje jetu më ashtu. Çka qufrin pranoj ti si dëgjan. Wa anna rabbi Allahu la tara al-aynan, zotin tim që është Allahu nuk e shohin syt. Wa la tadriku al-absar, as shqisat nuk mund ta perceptojnë. Wa huwa yadriku al-absar, kurse ai mund t'i perceptoj dhe t'i shoh krejt. Wa huwa al-latif al-khabir, dhe ai është i vetmi i njohur i informuar i mirë, që është ajeti i Kur'anit. Tha vallahi tha, o njerëz mos u frikni se vallahi s'm ka prek me shpatë hiç. As s'm kanë gjit prap hiç. Po si tu ju kanë bon. Pashani Allah s'm ka prek, luni këti, hikni këti. Edhe do të distancohen musliman të thonë subhanallah, o Zot, dhe zbashku me këtë djalë të ri, i ngrin durë të thonë, o Allah, të lutemi na largo këtë fitnë, o Allah, të lutemi na largo këtë fitnë se na i morë njerëzit, shkum krejt, po edhe ne musliman të sinqert janë të na rëshqit, o Zot, na largo këtë fitnë, o Zot, na largo këtë fitnë, dhe në namaz të sabahut, në xhami në Damask, në minarën e tij, zbret Isa a.s. ai i cili vjen shenja tjetër me radhë dhe do ta luftoj Mesihut Dejjal. Vetë djersët e tij që do t'i bien në tokë si kokra të argjendit dhe erën të cilën do t'ja ndëgjojnë munafikët dhe Mesihut Dejjalli do të fillojnë t'ikin me të madhe se ndëgjuan zbritjen e Isës a.s. Në rastin e ardhshëm inshallah do flasim për Isën a.s. dhe do të flasim për di shenja tjera të mëdha të cilat kanë mbetur. Me kaq do ta përfundojmë. Elusë Allahun Gjeleshanhu që të në ruaj prej fitnës e dëgjallit. Elusë Allahun Gjeleshanhu që në qofë se vendos që të vinë shenjat e mdhaja të kiametit për mbi ne, dhashtë Allahu që neve të në bon prej muslimanëve të sinqert, inshallah, të cilat nuk do të në lajthitin kamët. Allahume la të zilu l'aqdam, jaume të zilu l'aqdam, Zot mos në lejo që kam tonat në rëshqesin, atë ditë kur shumë kam tjera do të rëshqesin dhe do të bjen me fitnën e ti. Allah i koftë i knashur, inshallah, në juve ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.